Në këtë periudhë të fundvitit, rëndësi ka diskutimi i projekt buxhetit për vitin 2026. Si vjet paketa ligjore vjen me të ashtëquajturën paqja fiskale. Projekt buxheti i vitit 2026 është 8.8 miliard euro dhe shoqërohet me 8 projekt ligje si pjesë e paketës fiskale, të cilat u diskutuan në komisionet parlamentare me procedurë të përshpejtuar. Me 1.7 miliard euro shtesë për pensionistët, bonusin e fundvitit dhe objektivin për 400 euro pension mesatar urban deri në vitin 2030, qeveria vendos në fokus të ri mbështetjen sociale. Pagat minimale janë planifikuar të rriten me 500 euro nga 1 janari, me synim 700 euro brenda mandatit, ndërsa rritje pagash përfitojnë mësuesit, mjekët, policia dhe punonjësit me pagë minimale. Për biznesin e vogël vijon 0% tatim fitimi, ndërsa nga 2026 nis paqja fiskale që lehtëson barrën administrative dhe mundëson korrigjimin e bilanceve. Opozita ka kundërshtuar paketën fiskale, duke theksuar se ajo ka ardhur me vonesë në kuvent dhe nuk ka kohë për një shqyrtim të detajuar. Institucionet që përfitojnë më tepër nga ky projekt buxhet janë Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Mbrojtjes Sociale dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës.